Shikues nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Tempus. Sonte do të diskutojmë për projektligjin për inspektimin administrativ. Ky projektligj ka nxitur debate të shumta në lidhje me fushveprimin e tij. Ka një sër mekanizmash të cilët e rregullojnë këtë çështje, por që edhe ky projektligj po shihet si i nevojshëm nga qeveria aktuale. Se çfarë reagimesh ka nxitur ky projektligj, sonte do diskutojmë me mysafirët e mi në studio, të cilët janë Zotri Mursel Zymberi, kryetar i Sindikatës së Shërbimit Civil. Mirë se keni ardhur. Mirë se jeni, faleminderit. Është zotri Jeton Koca, kryetar i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil. Mirë se keni ardhur. Faleminderit. Dhe është zotri Sazan Ibrahimi, drejtor ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës. Mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesë. Dhe po ashtu është zonja dhe zotriu, fakt nuk është, sepse mungon për shkak se nuk ka pranuar që të përgjigjet askush nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, e po ashtu edhe nga Qeveria e Republikës Kosovës. Ne në këtë emision kemi dashur që sponsoruesin e këtij ligji ta kemi sonte për ta pyetur në lidhje me konceptin dhe në lidhje me komplet atë se çfarë parasheh ky projektligj për administratën shtetërore, por që nuk e kemi sonte asnjë nga përfaqësuesit e tyre. Sonte me ne në studio janë po ashtu edhe juristët dhe studentët e juridikut, të cilët gjatë emisionit do të kenë mundësi që edhe të parashtrojnë pyetje për panelistët. Atëherë po fillojmë me ju, zoti Zymberi. Ka një sër mekanizmash që merren me administratën shtetërore publike në Kosovë. Sa ka qenë e nevojshme që të vjen një iniciativë e tillë që të krijohet një inspektorat qendror administrativ në Kosovë? Faleminderit për ftesën dhe vërtet unë po flas këtu me zërin e shërbimeve civil, cilët i përfaqësoj dhe cilët janë jashtëzakonisht të shqetësuar në momentin kur ne kemi pritën që të na përmirësohen kushtet si shërbimës civil, si zyrtar publik të shtetit, na rritet standardi i domosdoshëm, i cili po na cënon ditë e për ditë më shumë me këtë formë të inflacionit dhe ngritje të çmimeve, dhe tani në momentin kur do të duhej që qeveria të mbante fjalën sikur që e pa thënë edhe më herët kryeministri Kurti në qeverinë Kurti 1, se vërtet administrata e shtetit është njëra ndër administratat më të profesionalizuara dhe më të kompletuara në rajon, pa specifikuar ndonjë vërejtje të caktuar, sepse vërtet është bërë unë i madh, investimi i madh në shërbimin civil, dhe tani të pësojmë vetëm një ide, se këto s'po muj as me bërë me mend që mund me ndodh, po vetëm një ide e tillë të shkohet në drejtim të krijimit një inspektimi në formën çfarë ka paraqit në projektligj, në këtë rast Ministria e Punëve të Brendshme, dhe pa i konsultuar bazën fare, sepse në të kaluarën të gjitha projektligjet që kanë dalë, kanë bërë nga institucioni përkatës. Dhe neve asnjëherë nuk jemi pyetën për këtë projektligj, nuk është dhënë në debat në formën interne përmes rrjeteve komunikuese, por jo të nxjerrë përfaqësuesit e sindikatës, të grupeve të interesit, dhe Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë që e fuzionon edhe Ministrinë e Administratës Publike, sepse në fakt nuk ekziston administrata publike tani si ministri, sikur që nuk ekziston edhe Ministria e Punës dhe Mbështetjes Sociale, me një buxhet mbi 610 milion euro. Llogaritën. Po, numër më të vogël të ministrive, kjo ka qenë edhe një farë politike. Po vetëm të shuhet që ministri me buxhet 610 milion, 1/3 ose 1/4 e buxhetit të shtetit, dhe të menaxhohet ai buxhet me departamente të caktuara, pa ngritje të kapaciteteve, mundësive, dhe kjo ka qenë një gabim që kemi pas ne si sindikat, kemi pas vërejtje të theksuara ndaj kryeministit Kurti, pse të preket ministria në këtë rast e punës dhe mirëqenies sociale, por që ajo është temë tjetër, cilën e kemi thënë, por inspektimi në këtë formë të projektligjit, ideja se si është dhënë që të inspektohen zyrtarët publik, thjesht ne e konsiderojmë si shërbimës civil në përgjithësi një denigrim, ose mos të them edhe me qartë një poshtrim
një pabesi që i bëhet zyrtarëve të publik. Përderisa është thënë se jemi ndër digasteret më të zhvilluara që kemi arrit të ngrisim administratën e shtetit në këtë nivel dhe jemi shembull edhe për rajonin për të mirë, të ndërtohet edhe një agjencion ose drejtori, si do që ta quajsh. A nuk është e rregulluar, zoti Xhujmberi, kjo fush mirë sa duhet, apo pse ka pas nevojë që ta kemi këtë iniciativë? Nuk e di a lexoj. Apo është shkas kjo që i kemi pa në deklarimet shumëta që nuk e kemi një administratë efikase, efektive, dhe kjo është arsyeja pse ka nevojë që të ketë inspektim në këtë formë që kanë menduar qeveria. Nuk e di sa lexojnë këta njerëz ligjet e mëhershme që janë nxjerrë nga Kuvendi i Kosovës, sepse Kuvendi i Kosovës vepron me më shumë se 20 vite. Dhe sistemi i monitorimit dhe i kontrollit është i ndërtuar në të gjitha dikasteret e shërbimit publik në përgjithësi. Dhe ka kontrole të mjaftueshme, vetëm çka duhet ju jepet mundësia njerëzve të funksionalizohen pozicionet e tyre të kontrollit dhe gjithçka është në rregull, nuk është se administrata. Tash, unë e kam thënë edhe të kaluarën, procedurat janë të ngarkuara në sistemin tonë në shërbimin civil. Ka pas pengesa që mos të funksionalizohen këtë që po thoni ju, apo? Tash nuk i kanë nxjerrë këtë analizë, nuk e kanë nxjerrë kjo qeveri, se cilat janë pengesat, pse të mos funksionalizohen ato trupa monitoruese që kanë ekzistuar në secilin sektor, po ja që ideja të ndërtohet një inspektorat i cili merr kompetencat edhe të policisë, edhe të prokurorisë, edhe të gjyqësisë dhe degradon moralisht dhe dinjitetshëm shërbyesin civil. Kjo neve na prek fort, sepse ne e kemi të ndërtuar sistemin e llogaridhënies, sistemin e vlerësimit. Po ja që për dikon ndoshta s'pas ka bërë kurrë deri tash. Heq edhe tash po fillohet me ndërtue prej së mbari. Kjo nuk qëndron dhe në këtë aspekt ne kemi dhënë mendimin tonë dhe në asnjë moment nuk pajtohemi si shërbyes civil publik, nuk pajtohemi që këso lloj projekt ligjesh të na vinë për shqyrtim ose në debat, sepse edhe vetë diskutimi për këtë projekt ligj për neve është irritues. Zoti Koca, ju jeni kryetari i Këshillit pavarur mbikëqyrës të shërbimit civil të Kosovës. Në fillim po më intereson ideja që ta kemi një rregullim të tillë. A është në rregull sipas jush dhe sa ju ndërhyn edhe vetë juve si këshill në kompetenca? A ka nevojë që ta kemi një inspektorat të tillë? Në fakt, dua ta sqaroj fillimisht se Këshilli pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil nuk është përfshirë dhe nuk është pjesë e këtij procesi të hartimit të aktit ligjor dhe as pjesë e konsultave në hartim të aktit ligjor. Dhe ne si Këshilli pavarur mbikëqyrës e kemi analizuar dispozitat e këtij ligji dhe duke u nisur nga fush veprimi i këtij ligji, realisht këtij projekt ligji, realisht na kemi pa që në Kosovë është fakt se ekzistojnë mekanizma të shumtë, të cilët domethënë funksionojnë, që kanë karakter e kontrolli dhe monitorimi, që është edhe Këshilli pavarur mbikëqyrës, e që tash me këtë ligj po metohet që të jep një kompetencë një organit të ri që është inspektorati administrativ. Shembull ta marrëm Këshilli pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil, është një institucion i pavarur në kodrë të kuvendit me bazë kushtetuese, që nënkupton Këshilli pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil me kushtetutë ka të përcaktuar mandatin që është sigurimi i zbatimit të rregullave dhe parimeve që rregullojnë shërbimin civil. Dhe ky mandat ushtrohet përmes dy funksioneve. Funksioni i parë që është trajtimi i ankesave të nëpunësve civil dhe kandidatëve për pranim në shërbim civil dhe funksioni i dytë i cili është monitorimi i zbatimit të legjislacionit për zyrtarët publik në institucionet publike të Kosovës. Tash, ne kemi pa në këtë projekt ligj ku pjesë e fush veprimi i këtij ligji dhe kompetencë e këtij inspektoriati është edhe mbikëqyrja e zbatimit të legjislacionit për zyrtar publik dhe legjislacionit për pagat e zyrtarëve publik. Pastaj është mbikëqyrja e zbatimit të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative. Janë disa ligje që na në fakt e konsiderojmë se ka mekanizma të tjerë, sidomos për ligji për zyrtarët publik dhe për pagat e nëpunësve civil, Këshilli pavarur mbikëqyrës funksionon mjaft mirë, edhe pse me kapacitetet çfarë kemi ne, në fakt nuk janë të mjaftueshme, mirë po është një prej institucioneve
misioneve që e gëzon besimin të publiku dhe të në punësit civil. Dhe si për punën që e kryin për kualitetin e punës, ashtu edhe për efikasitetin e kryerjes së leonëve. Pra, a e shihni si të nevojshëm, apo është i panevojshëm duke i pas parasysh këto mekanizmat cilët janë sot dhe që ekzistojnë e funksionojnë, pavarësisht ndoshta efikasitetit ose efektivitetit tyre që ta përfundojnë mandatin e tyre ashtu siç duhet? Në asnjë rrethon nuk është si të nevojshme me këtë fushë veprime dhe me këtë kompetenca që fori ka ky projekt ligj. Po nëse ndryshohen ato... Mirë po. Nëse ndryshohen ato, na nisemi nga vendet e rajonit, ka disa vendet cilat e kanë inspektoriatin administrativ. Shembull, ky projekt ligj, me sa ne e kemi pa, është një model i Slovenisë, mirë po i cili gjatë rrugës ka ndryshuar. Ka devijuar. Që i bjen, në kompetencën e këtij inspektoriati janë përfshije edhe janë përzi kompetencat e disa mekanizmave tjerë monitorues. A ka duplifikim këtu? Ka duplifikim. E tash ka është tendenca që ta kemi një duplifikim të tillë. Pse? Nëse kemi të rregulluar një fushë, pse duhet me pas edhe një rregullim? Dëgja, puna është që na nuk mundu me ditë një farë dhe me dhon vlerësim cila është tendenca për me u duplifikue. Mirë po na e dim sakt se shembulli, kompetenca e parë e këtij inspektoriati është mbikëqyrja e zbatimit legislacionit për shërbim civil, për zyrtarët publik, ndërsa në eni 32 i këtij projekt ligji thot inspektoriati e mbikëqyr zbatimit e ligjit sipas kompetencave në gjitha aspektet. Nëse mbikëqyr ligjin për zyrtarët publik, atëherë ku mbetet Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës? Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës e monitoron të gjitha institucionet e administratës publike, lidhur me zbatimin e legislacionit për zyrtarët publik, për shërbiuesit civil. Kështu që normal që kemi duplifikim të kompetencave. Edhe kjo mund krijojë edhe konfuzion të paqartësie edhe në raste domethënë të vendimore. Ndoshta do të qartësohet rrugës. Zoti Ibrahimi, ju keni qenë të ashpër në reagimin e juaj si asociacion në lidhje me këtë projekt ligj. Çka janë shqetësimet kryesore dhe kemi pa edhe çndrimet që nuk jeni të përfshirë si komuna në këtë fushëveprim të këtij projekt ligji. A jeni apo nuk jeni, dhe nëse jeni, çu po e shihni veten ta? Jo, përbes me pas qenën këto shqetësime kishëm ngrit në grupet punuse, po është bo një farë lloj tradite në këtë qeveri që hisedarët kryesor të projektligjeve të cilat prekin kompetencat apo ingerencat e institucioneve të mos përshihen. Është bë një tradit që këto projektligje të ndryshme të hartohen në kabinete qeveritare pa konsulta me hisedarët kryesor. Në këtë rast, po shihet që as sindikata nuk është konsultuar, po as Këshilli i Pavarur i Shërbimit Civil, që as komunat në këtë rast, edhe komunat hynë nën të ashtu quajturën administratës shtetërore. Pavarësisht që këtu nuk është e definuar se gjithnjë Ministria e Administratës Publike edhe punëve të brendshme edhe te ligji për zyrtar publik, njëherë paton që nuk do të prekën komunat prej atij ligji, kur është miratuar ligji, filloi zbatimi edhe në nivelin lokal. Do të thonë në atë kohë neve si asociacion na paton që komunat nuk do të preken nga ky projekt ligji i zyrtarëve, projekt ligji në atë kohë, mirë po kur filloi zbatimi, u pa që procedurat e rekrutimit janë të njëjta si për nivelin qendror si për nivelin lokal. Do tash po ja keni besën që prap nuk përfshihen edhe në këtë ligj. Po nëse një projekt ligj i tillë, që është shumë i rëndësishëm, është konsideruar nga kryetarët e komunave si shumë i rëndësishëm, të mos diskutohet me kryetarët komunave apo me komuna, është sinqerisht e pabesueshme. Domethënë neve kemi qenë në vitin 2010-11 ka qenë një iniciativë e tillë, kemi qenë të konsultuar nga Ministria e Administratës Publike në atë kohë. Dhe është ndalë një iniciativë e tillë, mirë po tani vetëm kur e pam në platformën digjitale dhe po thuaj se ishte mekanizmi i parë që reaguam, si asociacion e organizuam një takim urgjent me kryetarët e komunave, dhe kryetarët e komunave thanë që na nuk kemi nevojë të dërgojmë rekomandime, sugjerime, por duhet të kërkojmë urgjentisht që procedurat për hartimin e këtij projektligji të ndalohen sa më shpejt që është e mundur. Në cila dispozita po e gjeni veten ju si komuna? Po që tha, aty një inspektor kur thotë që hin zyre pa paralajmërim me paralajmërim ta merr kompletire. Veprimi ju kanë përfshi në mënyrë decisive juve si nivel lokal. Po këtu është problemi, që është nëse thonë ata që komunat nuk janë të përfshira, duhet teksohet ajo.
teksohet që komunat nuk janë të përfshira, po këtu te fush veprimi thotë që në teneni 2. Pika 2 thotë që inspektimet administrative siç përcaktohet me këtë ligj do të nënshtrohen edhe institucione tjera. Do të thonë këtu ka ndodhur edhe me ligjin e zyrtarëve publik. Ne na kanë thonë që komunat s'përfshihen, mas ne janë përfshi. Shqetësimet kryesore janë se ky projekt ligj apo shpresojmë që të ndalet hartimi i këtij projekt ligji do t'i friksojë në palc zyrtarët publik. Qëllimi i këtij projekt ligji, tendenca kryesore është kontrolli tej mase i shërbimeve publik, i zyrtarëve publik dhe disciplinimi kushtimisht tam duke shqiptuar xhoba, po duke shqiptuar masa deri te përjashtimi nga vendi i punës. Do thonë që ne kemi mekanizmat ekzistues, të cilët mirën me vlerësimin e punës së një zyrtari publik, monitorimin e punës së tij, etj. Kemi mbi 6 ligje, të cilat mirën me këtë fushë. Po ligji kryesor, i cili ka këtë njësi në kuadër të fushëveprimit vet është ligji për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe agjensive të pavarura. Në kapitulli 4, mbikëqyrja e administratës shtetërore në Eni 31 thotë që për ushtrimin e mbikëqyrjes të një agjencie, njësia përgjithëse ka të drejtë të ndërmarrë inspektime lidhur me ligjshmërinë, efektivitetin dhe eficiencën e punës të agjencisë dhe të nxjerrë urdhra të detyrueshëm për korrektimin do të thonë është njësia përgjithëse e cila kryen inspektime administrative. A kanë qenë funksionale efikase këtu që ta sigurojnë zbatueshmërinë e ligjit ashtu siç kërkohet? Po shiko, janë mekanizmat, unë po them vlerësimit. Nëse një zyrtar publik vitin e parë vlerësohet negativisht, vitin e dytë negativisht, pastaj fillojnë ato masat. Po ky ligj është represiv. Kuptoni se një i jepet aq shumë një kompetencë, një inspektori që ka drejt pa paralajmërim, me paralajmërim gjatë orarit punës, pas orarit punës, të hyjë në zyret e një zyrtari publik, të konfiskojë materiale, të bëj incizime, të fotografojë zyrtarin publik, jo vetëm në institucion, po edhe jashtë institucionit. Aty është njeni ku thot edhe në lokale dhe institucione dhe në ndërtesa tjera. Edhe jashtë orarit. Do thonë edhe jashtë orarit. Një kryetari i komunës, për shembull përdori këto si shembull, ka qenë kryeinspektori i punës, kryetari i tanishëm i komunës së Malishevës. Ai tha në asnjë vend demokratik ku kanë pas rastin ti vizitoj, të shkëmbejnë përvoja, nuk kemi parë një inspektoriat të tillë me kaq shumë kompetenca. Nëse më lejohet, se po thirrën shumë në Sloveni, neve jemi si asociacion të Çka ka deviju prej atij ligjit në Sloveni që rregullon çështjen e inspektimit administrativ? Gjithçka. Çysh ka thot ligji për inspektoratin administrativ në Sloveni? Thot: në fushën e procedurave administrative, inspektorët administrativ kontrollojnë korrektësinë e zhvillimit të procedurave. Kjo do të thotë se ata kontrollojnë vetëm korrektësinë e procedurës, por jo korrektësinë e vendimeve thelbësore në bazë të rregulloreve. Gjatë mbikëqyrjes, inspektori vetëm mund të identifikojë shkelje të mundshme procedurale, por nuk mund të eliminojë, anulojë apo ndryshojë vendimet e organeve, sepse këto vendime bëhen nga ndryshimi i këtyre vendime bëhen nga organi përgjegjës që i ka marrë komuna, ministria, gjyqësori, prokuroria, po me këtë rast, nëse ky projekt ligj përkthehet kushtimisht tom ligj, atëherë inspektoriat policisë nuk e shumë nevojë me pas. Nuk ishëm nevojë me pas as këshillin për mbikëqyrjes për shërbimin civil, sinqerisht po e them, Më duket edhe prokurorëve për jo mirë ke puna, edhe gjyqtarëve, a ka mundësi në një shtet demokratik të bëhet incizimi, fotografimi i një zyrtari publik jashtë orarit punës nëse del në lokal, nëse del me familje, pa urdhër nga gjyqësori. Ky projekt ligj e parasheh ato. Janë edhe disa veprime të tjera në këtë projekt ligj, të cilat kryetarët e komunave mendojnë, i konsiderojnë që janë shkelje dhe cënimi të drejtave të njerëzit, e mos ton për shkelje në autonominë e pushtetit lokal. Se pushteti lokal është i rregulluar, edhe me kushtetutë këtu, edhe me ligjin mbi qeverisë lokale, edhe me ligje të tjera, dhe shkelja e autonomisë lokale nuk bëhet të ndodhë në një shtet demokratik, sepse edhe na monitorohemi nga mekanizma ndërkombëtar. Do të thonë, si përgjithësim, neve kërkojmë që ky projekt ligj të mos procedohet më tutje. Neve dhe shpresojmë që ky projekt ligj të ndalohet në këtë procedurë dhe diçka vetëm nëse më lejon. Këta janë nisën prej një ligji për inspektime, për procedura inspektuese. Ai ligj është për sektorin privat.
Për shembull, inspektorat nëse shkojnë dikon ku është ndërtu, ata kanë drejtën me fotografu se ndoshta punëtorët që janë skele nuk i kanë masat mbrojtëse. Po ajo nuk është në shumë kanë mri me keq kuptu edhe dispozita që i zyrtarja nga sektori privat mi përfshirë tek sektori publik? Zyrtarja nga kjo ministri dje deklaroi kështu. Tha, pse s'mund na me bën ndaj zyrtarëve publik, kur ligji për inspektime lejon këto. Po ai sektori publik është sektor publik, sektori publik është sektor publik. M'falni, sektori privat është privat, edhe është kundër pyetja. Pi bojmë bashk sektorin publik edhe privat, edhe pe bojmë një inspektoriat, edhe po hymë pi kontrollojmë krejt. Mirë po, çështja kryesore është, m'fal vetëm, si mundet ky inspektor ta marrë dhe ta ekzaminoj letër njoftimin i cili jepet nga Ministria e Punëve të Brendshme. Edhe ata autoritet e ka. Veç policia ka te na, nëse dyshon që letër njoftimi është false, ta bëj ekzaminimin e atij. Po këtu është edhe kjo mundësi, kështu që sinqerisht neve besojmë që ky projekt ligj do të ndërpritet në këtë procedurë. Zoti Mursili, cilat janë shqetësimet kryesore që zyrtarët publik i kanë në lidhje me këtë projekt ligj për inspektim administrativ? Kjo frika që shpjegohet, në çka e kanë frikën më të madhe zyrtarët publik? Me vetë faktin që nuk i kemi prezent sponsoruesit i këtij ligji, kjo lën me në kuptu se çfarë ligji do të vjen. Nuk e kanë guximin me dalë këtu para popullit me spjegua arsyeshmërinë e asaj çka kanë mendue. Sozani tha që kanë keq kuptue, jo, e din mirë shumë çka po bëjnë, po ne e quajmë. Po thoni që nuk është qëllimi rregullimi, po futja në kontroll. Jo, kjo është kapje e shtetit. Sepse unë gjithmonë kanë thonë që po vinë me çkap shtetin tash. Jo, për ndryshe, e kundërta asaj, këta në formën e vet që shpëdojnë me kap, kjo është e tmerrshme përmes diktatit, kontrollit. Me diktat nuk jepet rezultat. Me diktat edhe në familje. Çka po konsideroni diktat në këtë rast? Po diktat me vetë faktin që ti duhesh me nejten zyrtari publik. Është i pasigurt në vendin e tij të punës, sepse në vend se me shku me vullnetin më të mirë, me dhënë kontributin e vet profesional, ai duhet me mendue se kush kanë peçan. Sepse edhe mënyrën e emërimit që e ka mendue tani do të flasim për projekt ligjit, e kalon hapësirën që vetëm nominoj personat e caktuar, thot përmes konkursit, po dihet ata ç'është bëhet dhe sistemin e ankimimit prapë ma në kontroll vet, ankesa duhet m'ia dërgu prapë çati ministri që e emënon një institucion të tillë dhe tash shqetësimi i madh është te shërbyesit civil në përgjithësi, sepse fatkeqësisht administrata edhe ashtu ka qenë e politizuar, por kjo nuk është vërejtë në masë. Dhe friga të shërbyesit civil është se, për një vend pune, mjafton ty me ardhen, një herë me të ardhen vend e punës, dhe një diçka një paregullësit vogël mund edhe më ta gjetë. Dhe ky inspektor ka të drejten me pru edhe vendimin aty për aty, deri në masën edhe suspendim përveç dënimit me gjobë, që llogaritë një, shumë mbi 500 euro është çështje kompetent gjykatës për kundërvajtje. Dhe këta guxojnë me shqiptu dënimi edhe deri në 3.000 euro, institucionin inspektues. I japin vecës të drejtë deri edhe në atë mas. Pse ka nevojë gjithë këto çështje të ngarkohen ministrit të punëve të brendshme, kur ekzistojnë mekanizmat dhe neve na bën me kuptue që këtu ka një hile të madhe, për vetë faktin se edhe në ligjin për zyrtarët publik është ndërhyje, përkundër që është një ligj antikushtetues. Lutem. Në një pjesë. Gjykata mjafton ajo pjesë në cilat nene i ka thonë gjykata kushtetuese se janë të kundër kushtetutës dhe tash ai ende është në fuqi ai ligj dhe janë nxjerrë edhe 7-8 rregullore tjera në bazuar në këtë ligj dhe ndërhyet në nenin 41 ku dëshirojnë të mandatojnë pozitat profesionale dhe udhëheqëse të nivelit të mesëm dhe të ulët drejtues. Çka nën kupton kjo? Shteti ka investue në këto kuadra, i ka përgatitën mjaftueshëm, kanë përvojat e caktuara dhe ti tash u cakton mandatin njerëzve profesionist cilët kanë arrit me tregu rezultate përmes sistemit vlerësimit.
Sepse tani po krijohet një shprehje se sistemi zgjedhor është do 4 vjet. Këtu atëherë do të bëhet diçka praktike, një normë e pashkruar që është e dëmshme për shoqërinë dhe për vetë administratën në përgjithësi, se çdo parti politike që po i ka me ardhur mas 4 vjetë në pushtet, po deshka me ndrua udhëhecat dhe ato nivelin e ulët dhe të mesëm drejtues. Kjo çka nënkupton? Kjo nënkupton që dikun lirohen një 3-4 mijë vende të punës, vetëm përmes nelit 41. Po thoni që qëllimi është që kjo që krejt që aty del qëllimi. Krejt që aty del qëllimi, sepse nëse ka që kjo qeveri qëllimin bona fide, me dorën zemër, me mirë besimin më të mirë që shedh tintin, me interpretu këtë fjalë, kjo du të jep të hapësirë dhe besim. Jo mos besim dhe frikë. Po du të jep të... Edhe ju po pajtoni, zoti Zymberi, që administratën e kemi në një nivel të politizuar. Pra, kemi pas në ndërvite edhe punësim që nuk është bërë në është politizume në Kosovë edhe të nisë edhe bujqësia. Gjithçka. Po veç një diçka do të pranojnë. Kanë me ushtru detyrën me integritet. Pse nështë ta ka dro që mu friksu edhe prej një inspektimit që mund tjeti kësaj natyre? Ekzistojnë pyetje, ta shohim kur të shkon punë, ekzistojnë shumë arsye. Ku ka një atmosferë të punës. Jo më ndet me ndjenjën e frikës, po tin inspektori pa parashikim, të ketë qasje në dokumentet tua, të ketë qasje në komiterin tënë. Po, mi qasje në dokumenteve zyrtare, që unë, për shembull, menaxhoj një dosje, dhe këtu kam shënime të caktura që përveç zyrtarit në zyre, që e menaxhon qatë landë, dikush tjetër nuk ka të drejtë. Dhe tash të vjen inspektori dhe dur një informat, kush e ka përgjegjësinë? Kush e mban përgjegjësinë për shpërndarjen e një informate që në shumë raste zyrtarët publik kanë informata shumë konfidente. Dhe ligji miqësisë në dokumenteve zyrtare shumë mirë e shpjegon. Shpeshherë neve na paraqitet bashkëshorti dhe ne nuk i japim dokumente pa ardhur vetë pala, ose pa apruar bashkëshortja. Ose bashkëshortja më fort. Po, mirë e kije. Dhe deri aty shkohet sa që ai e merr edhe dosjen, ai ta nxjerr kompjuterin, pasvordin, ai qet pe zyrës me çdo kompetenca që janë të parapame. Po unë po them, nëse do të duhej me lanën bindjen se vërtet është një qeverisje që po donë me mjell besim në popull dhe në administrat, e pjell mundësinë zyrtarëve që janë të nominuar në vendet e tyre të punës, në fush veprimtarinë e vetë caktuese që e kanë në referatin e tyre të punës, dhe atëherë kërko llogaridhënie përmes sistemit llogaridhënës. Dhe duke pas në besim, në mirëbesim, unë po besoj secili prej zyrtarëve publik në përgjithësi në Kosovë është i gatshëm edhe mas orarit, po kemi punu edhe mas orarit, kemi dhënë kontributin dhe pse të mos thuhet publikisht, në kuadër të institucioneve të Republikës Kosovës. Shërbimi civil në përgjithësi është më i avancuar në raport me krejt shërbime tjera. Që lënë për të dëshiruar në raport, a është ballë, nuk është ballë. Edhe ne mëtojmë të arrijmë rezultate edhe më të mira, por na i kanë lakmi edhe rajoni dhe krahasohemi me shtetet demokratike, jo sikur pramë që u thejke kemi morë nga shtetet e ish Jugosllavisë, pasporte që kemi morë për dikuj modela, sa si Evropën ku do të me bazu në ligjet progresive, po të mjellët kjo friga, diktati, me pa tjetër, unë kam dëgjue prej shumë shërbësve civil. Nëse vazhdohet në këtë mënyrë, sikur që janë të elçu punën shumë mjek, që sot kryetari sindikatës të shëndetësisë me keqardhje më tha kjo po më dhem shpirt se shumë mjek janë ka lëshojnë venin. Shumë shërbëes civil, mos harroni se në shërbimin civil ka dhe inxhinier, ka arkitekt, ka kuadrat që i fuzionojnë sahora, shumë shpejt i morin vendet e huja se e blejnë trunin. Vetëm ne po ndodhët sulmohen njerëz të dishëm, dhe me aftësi caktuar, sepse erdhë në vezirin në shkam, edhe tash do të me bon regullat veta. Kjo s'është mirë. Edhe pse i përfaqësoni sindikatën dhe një numër të madh të shërbësve civil, të japim hapësirë edhe dy mysafirëve të tjerë. Zoti Koca. Po friksona që s'ka me lanë vend punës, se edhe me i pazum në kushtetut. Mos u friksoni se është viceprojektlesë në ta ndryshon krejt. Deri tash ka pas vendimet, ne trajtojmë, Këshillin Pavarur Mbikëqyrës se trajtojmë si gjykatë supreme administrative. Për vetë faktin se të gjitha vendimet që i kanë nxjerrë nuk po bëjmë qef,
Po të gjitha vendimet që i kanë nxjerrë Këshilli i Pavarur janë vendime të bazuara dhe mirë të arsyetuara. Andaj ne kemi besimin e plot. plot. Zoti Koca i përzin kompetencat konkretisht me inspektoratin. Pra ky inspektorat me Këshillin e Pavarur. Po në fakt ky projekt ligj kompetenca e parë që është mbikëqyrja e zbatimit të ligjit për zyrtarët publik është një kompetencë që është kryekput e Këshillit të Pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil. Unë ndërlidh me kolegun, ky projekt ligj është i zbatueshëm, parashihet jetë i zbatueshëm për gjitha institucionet e administratës shtetërore. Kush janë institucionet e administratës shtetërore? Është zyra e kryeministrit, janë ministrit, janë agjencitë e kodrët e ministrive, agjencitë ekzekutive. Dhe në këto agjenci ekzekutive ose në këto ministri dhe në zyrën e kryeministrit, po thoj se 90% janë në punës civil. Dërsa kategori tjera mund të jenë në punës teknik administrativ, shërbyes publik ose mund të jenë në punës të kabinetit. Tash, a nuk janë edhe komunat këtu? Me qenë korrekt, në bazë të këtij projekt ligji, që shpëmohet për kufizimin në këtë projekt ligj, komunat nuk përfshihen. Sepse thot, ky projekt ligj ose ky ligj do të zbatohet vetëm për institucionet e administratës shtetërore. Sipas ligjit për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore, pikën 2 veç, po. Sipas ligjit për funksionimin, organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore, dihet kush janë institucionet qendrore të administratës shtetërore. Janë thash zyra e kryeministrit, ministrit, agjencitë ekzekutive dhe organet rregullatore. Tash, unë nuk shoh që janë komunat të përfshina, sipas këtij projekt ligji që kemi këtu përpara. Po kështu sa i përket kompetencave, thash mbi 90% në institucionet e administratës shtetërore janë në punës civil. Dhe mu më interesën me ditë, çka në fakt ky inspektoriat ku me monitorue, cilat aspektet ligjit për zyrtarët publik. Sepse Këshilli i Pavarur mbikëqyrës në çdo vit përgatit planin e monitorimit të zbatimit legjislacionit për shërbimin civil, monitorimin e institucioneve publike. Dhe kemi monitorim të rregullt dhe të jashtëzakonshëm. Domethënë rregullti që bëhet sipas planit vjetor dhe fushat që na i monitorojmë janë të dhënat të punësuarve, domethënë dosjet të personelit, janë procedurat e rekrutimit dhe të avancimit, procedurat disiplinore, procedurat e ankesave, procedurat e vlerësimit, transferimit, të dhënat e përfaqësimit etnik, gjenor dhe personave të tjera me nevoja të veçanta, pezullimin, ndërprerja dhe përfundimi marrëdhënies së punës, vimin punë, pagat, shtesat dhe kompenzimet, papajtueshmëria në mes të ushtrimit të detyrës së në punës civil dhe funksionit publik, të dhënat nëse ndaj në punës civil është duke zhvilluar procedurë penale ose kanë akt akuz, apo janë të dënuar me aktgjykim të formës të prerë. A janë të njëjtat që në kompetencë do t'i ketë edhe inspektorati administrativ? Në fakt, gjitha këtu që unë e peceki janë, domethënë, ky është ligji. I parashet dhe inspektorat. Edhe këtu janë rregullat e shërbimit civil. Edhe nuk e di cilat aspektet ligjit për zyrtar publik do të mbikëqyr inspektoriati administrativ. Në këtë pjesë po thëni që është komplet e panevojshme që të kemi një inspektim tjetër administrativ kur veç ka rregullim. Absolutikisht po. Nuk ka nevojë të ketë një mekanizëm tjetër derisa ekziston një mekanizëm i cili ka mandat kushtetues. Po flas për kompetencën që ka të bëjë me zbatimin e legjislacionit për zyrtar publik, jo për kompetenca tjera. Zoti Ibrahimi, në këtë pjesë shpjegimin që e bëri Zoti Koca nuk ju përfshiti edhe po besoj që do të ishit lumtur në bazë të reagimit deri tashëm nëse nuk do të ishi pjesë e këtij projekt ligji. Patjetër, po unë e theksova në fillim të bazu në përvojat tona, edhe kështu kanë thonë edhe për ligjin për zyrtar publik, por kur kanë filluar procedurat e rekrutimit, njëjtave kritere ju kanë nështruar edhe zyrtarët komunal. 45 ditë i kanë lënë për konkurs, 15 ditë duhet me jaqu zotnive në altë pytjet prej nivellit lokal, emrat, këta mi intervistu, pinaltit edhe masneja kalzojnë komunave kush do të punësohet. Kështu në fillim nuk u konë. Po pastaj, me këto parime që po thotë zotri Koca, kanë fillu njëjtat veprime me i bo ndaj nivellit lokal. Kjo është shqetësimi jonë. Zyrtar publik në Republikën e Kosovës konsiderohet edhe kryetari komunës. Funksionar publik. Zyrtar, sepse ai kryetari komunës është në atë listën për deklarimin e pasurisë, spari. Do të thonë ajo është për deklarimin e pasurisë, ajo janë zyrtar publik që deklarojnë pasurinë. Kemi shefat e divizioneve, kemi drejtorët komunal. Nëse
Po të ishte kështu si thot zotri Koca, na do të ishëm të lumtur nëse këtu do të shkruaj nuk të zbatohet për nivelin lokal. Kaq. Kanë mujt, po kanë lënë aq shumë dilema në këtë projekt ligj që sumet më besu mos sinqerisht, ha. Nëse thot të fotografoj persona lokale dhe ndërtesa për qëllimet e inspektimit lokale dhe ndërtesa, s'po të zyre. Apo? Ta është e bën pyetjen ku janë këto fotografime, ku duhet bëhen këto fotografime? Ta shoj mundet me thonë vallaj që aty afër ndërtesës, del zyrtari publik, ti shkon me familje, fotografon ose incizon. Kjo është rregull. Pa urdhër të gjyqësorit, apo? Tash këto skarime është mirë me dhonë nëse ata mendojnë. Mirë po, kërkesa jonë është që të ndërpritet një projekt ligj i tillë. Pastaj është problemi, nëse nuk janë institucionet ashtu siç po mendojnë njerëzit që nuk janë funksionale, ka nevojë për zhvillimet kapaciteteve, është mirë të investohet në fuqizimin e këtyre që janë ndërtu. Derisa u bë ky këshill, është investuar bëjë shumë. Qëndrueshmëria e këtij këshillit është shumë e rëndësishme. Tash nëse kemi edhe këto projekt ligjet, ligji për zyrtar publik, ligji i pagave, ligji për procedurën e përgjithshme administrative, ligji për organizimin e punës, ligji për organizimin e administratës shtetërore, ligji mbi arkiva shtetërore, ligji për vulat në institucione, si edhe këshilli i përgjithshëm mbikëqyrës. Domethënë janë mbi 8 ligje të cilat preken nga ky projekt ligj. Pastaj këtu nuk e di se si është menduar çështja e ankimimit. Nëse një institucion ty ta shqipton xhopën apo fillon procedurat e largimit nga puna, këtu e kam parapas që duhet më anku në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, edhe ja kanë lënë kompetencë të drejt për drejt ministrit për formimin e një komisioni. Valla nuk është ky komision politik. A mund të ketë tendencë politike këtu. Çka është me rëndësi? Tash ka filluar në mënyrë paralele mua mandamentu për shkak të aktvendimet të gjykatës kushtetuese ligji për zyrtar publik. Nuk ka qenë, po tash është vendos, po dhe besojmë që do të hiqet. Është një nen ku parashihet që zyrtarëve publik të nivelit lartë dhe të mesëm, çdo 4 vite të shpallet pozita. Nuk është kjo friksim, është friksim. Do të thonë, cikli zgjedhor të na është çdo 4 vjet. Tash vetëvendosjen e kemi në pushtet. Edhe e çel konkurset, i zavencon krejt drejtorat e departamenteve, shefave të divizioneve, mas 4 vite vije një parti politike, mundet me bot njëtin veprim nëse miratohet ky projekt ligji për zyrtar publik. Kjo ndërlidhje është se njëjtën kohë është edhe ligji për inspektorat administrativ i cili do t'i prek shërbys publik jo të niveleve të larta. Sepse ligji për zyrtar publik do t'i prek zyrtarët e nivelit lartë edhe të mesëm. A ky do t'i prek gjithë zyrtarët publik të nivelit të ulët. Kjo tendencë nga kryetarët konsiderohet si tendencë për friksimin dhe kontrollin e zyrtarëve publik. Zoti Ibrahimi, ju jeni ankuar edhe tek avokati i popullit. Po. Me lidhje me këtë projekt ligj, çka është baza e ankesës që e keni bërë tek avokati i popullit? Po. Neve kemi marrë domethënë këto nene të cilat janë të fotografoj persona lokale dhe ndërtesa për qëllimet e inspektimit, të fotokopjoj dokumente, të kopjoj audiovideo incizime dhe dokumente tjera për inspektorin, jo për me urdhër të policisë, të vendos masa administrative me qëllimet parandalimit, eliminimit e tjera, pastaj është çështja e ankimimit, çështja që këta i kontestojnë edhe letër njoftimet cilat i lëshon kjo ministri, e plot tjera, pastaj kemi marrë në projekt ligjin nga Slovenia, ku ato i theksova, si ato janë vetëm për inspektime administrative kurse vendimarrjen e ka organi, dhe i kemi bashkangjit këto, edhe i kemi dërgu si ankesë të avokati i popullit. E kemi pranuar njoftimin me 25 janar nga avokati i popullit, ku thotë që institucioni i avokatit popullit në bazë të netit 21.1 të ligjit për avokatin popullit ka shqyrtuar ankesën tonë dhe ka vendosur si të pranueshme ankesën. Do të thonë që bie në kompetencë të avokatit popullit ta trajtojë këtë çështje si shkelje të drejtave të njeriut. Neve mendojmë që incizimi, fotografimi nëpër lokale, fotokopimi e tjera janë bien dash me kartën universale për të drejtat e njeriut. Okej, të flasim tash për një çështje tjetër, mënyra se si do të rekrutohen stafi këtyre inspektorëve, edhe mënyra se si do të parashtrohen ankesat. Si e keni parë rregullimin që është bërë në këtë projekt ligj? Zoti Koca?
Po, sipas këtij projekt ligji, drejtori inspektoriati realisht është organizuar në atë mënyrë si agjencion ekzekutiv, ku udhëhiqet nga drejtori ekzekutiv, i cili përket kategorisë lartë drejtuese të shërbimit civil. Dhe është para po, në vërtet, kanë para po që të rekrutohet sipas rregullave të ligjit për zyrtar publik, e që në këtë rast aplikohet për shërbiuesit civil. Ndërsa inspektorët, sipas këtij projekt ligji, e kanë statusin në punësve civil dhe po ashtu edhe këta rekrutohen sipas rregullave të shërbimit civil. Ashtu e ka parapos sponsorzuesi i ligjit. Drejtori thash sipas këtij projekt ligji, sponsorizuesi e ka parapos që të rekrutohet sipas rregullave të shërbimit civil, që në këtë rast vendoset përfundimisht nga Ministria e Administratës Publike, Ministria e Përgjegjësisë së Administratës Publike. Ministri s'ka. Pra, po i bën direkt që këtë drejtë e ka ministri. Po, kjo drejtë është e ministrit realisht me rregullat të shërbimit civil. Edhe këtu në këtë rast nuk po që kanë bërë dallime në raport me nivelin e lartë drejtues në shërbim civil, që rekrutohet. Pra, po i bën ekuivalent me këtë pozitën e sekretarëve dhe drejtorëve të përgjithshëm. Apo e sheni si rregullim të drejtë këtë formë? Betim, zoti Zymbiri? Sinqerisht me them edhe me një farë mënyrë ne kur u majtën zgjedhjet, ne e patëm pas një besim se do të jetë një lehtësim për shërbëuesit civil për faktin se shumë ligje, shumë kërkesa që ne i kemi bërë në qeveri, arsyetimit shpeshherë në ardhshin s'pe kemi numrat, koalicioni s'po na i voton, dhe tash kur ky koalicion i madh arriti me i siguru 51%, ne u gëzuam në atë faktin se edhe para zgjedhjeve kryeministri Kurti në takim që kemi pas me ta ka premtuar që do të merret me çështjet substanciale, madhore, siç është edhe ligji i pagave për shërbëes civil dhe shumë çështje tjera që nuk kemi arrit asnjëherë me çu deri në fund. Por tash u kthyni bumerang, sepse pagat nuk lëvizin, arsyetimi gjindet mjaftueshëm për gjëra tjera dhe në vend se të trajtohemi dinjitetshëm, provohet me këso forma te ligji për zyrtarët publik, te ligji mbi inspektimin e zyrtarëve publik dhe cili është dinjiteti i shërbëuesit civil, me cilin vullnet, si që tha më herët, ka me shku një zyrtar në vend e tij punës me dhënë një kontribut, kur në çdo moment, me vetë faktin që ministri, që është politik, i merr të gjitha këto kompetenca, në çdo moment, në vija politike, sigurisht se ka dikush me ordnu. E dini ju se mu më ka ndodhë, kur unë jam caktue, se nuk do më thonë që dyshimet nuk i kemi të bazuara. Në të kaluarën, kur unë jam caktu si menaxher i sektorit, brenda vitit ka ardhur kontroll 4 herë. Dhe i katërta, kontrolla e 4, di që kam ka thonë? Shko burë, antarësovën qatë partise, vëllaj, s'kanë më të lonë rahat të ardhë qështu. Dhe unë prapë nuk kom ndryshu me një sesion politik dhe s'du me qenë politik. Ne votojnë dikun, por nuk kom logo politike dhe nuk du të kem. Dhe në këtë rast, me vetë faktin që ministri është politik, formon ose cakton një drejtar që ai ka me pas gishtin si kush ka më kanë. Dhe komisionin ankesa prapë e ka të rezervuar, të ai du të më ankue, qka tjetër të banë me kuptue se ky ligj është puro politik, përmes këtij ligji bëhet kapja e shtetit. Apo pajtoheni zoti Koca? Në faktu në mendoj që këtu i kemi disa çështje tjera, edhe kjo që thot zotri Zyberaj, po edhe disa çështje që na mendojmë që janë problematike. Në raport me mandatin ton kushtetues, mandatin kushtetues të Këshillit të Parë Mbikëqyrës. Inspektorëve administrativë është dhënë kompetencë të shqyrtojnë kërkesa, ankesa, dokumente dhe parashtresa tjera. Dhe këtu në mendoj që komo krijuar ky konfuziteti, dualizmi po dhe konfuziteti të qytetarët, sepse ju ka dhënë mundësie edhe pjesëmarrësve nga, domethënë edhe qytetarëve ju ka dhënë mundësia që të kërkojnë inspektim të procedurave kur ata janë në një procedurë. Ta morëm shembullin. Nëse Këshilli Pavarur Mbikëqyrës e ka mandat me mbikëqyr zbatimin e ligjit për zyrtar publik në aspektin e shërbimit civil, edhe për mbikëqyr një procedurë të rekrutimit. Edhe i kemi një zyrtar i cili në fund të procesit do të ankohet.
një kandidat që aplikë për konkurs, do të ankohet. Ai me ankesë vjen drejt për drejt në Këshill Pavarur Mbikëqyrës. Edhe na si këshill, po e zonë e konsiderojmë atë ankesë të bazuar. Edhe e prishim procedurën e rekrutimit. Dhe në anën tjetër një qytetar që edhe ajo është pjesëmarrës në atë procedurë të rekrutimit, një kandidat, shkon me një kërkesë te inspektoriati, me kërkesë për inspektim të procedurës. Dhe inspektoriati e inspektoi procedurën edhe thotë procedura është në rregull. Domethënë ne kemi një vendim, ta zonë e anulojmë, inspektoriati ka një proces verbal, një konstatim edhe një vendim që procedura është në rregull. As ka këtë një konfuzion të madh? As ka këtë dualizëm Si kompetencave? shpjegohet po? Edhe dyta, çështja sa i përket të inspektimit pa paralajmërim, kjo mendoj që është një diçka që ka është hartuar ky akt, po mendoj që kanë marrë edhe disa pjesë nga inspektoriate tjera të fushave të ndryshme që kryesisht e kanë domethënë mandatin për zbatimin e legislacionit, mbikëqyrjen e zbatimit të legislacionit të sektorit privat. Po është edhe një çështje tjetër. E kemi çështjen e xhobave. Pse unë po mendoj që këtu realisht është marrë edhe prej sektorit privat. Ku ka logjik që gjatë pas procedurës së inspektimit, inspektori të konstatoj shkelje dhe të shqiptoj xhob për zyrtarin publik, për zyrtarin kryesor administrativ të institucionit dhe për institucionin. Çfarë do të thonë? Ja shqipton xhobën ekzekutivit. Do të thonë vetvetes. Dhe atë xhob, do të thonë, aty pore janë të buxhetit pikërisht të ekzekutivit. Cila është logjika? Cila është logjika me ndëshku? Unë po mendoj që këtë dispozit është marrë copy paste prej inspektoriateve që e monitorojnë zbatimin e legislacionit në sektorin privat. Sepse atje është interesi, kur ka shkelje, atje do të ndëshkohet edhe personi juridik. Pra po shihet që nuk është modeli sloven këto pyetje. Nuk ka lidhje me modelin sloven. Edhe pse ndoshta modeli sloven nuk është më i miri për të marrë si shembull, po shihet që këto janë marrë disa parime nga ligji për procedurat e inspektuese që ato aplikohen për sektorin privat. Do të thonë këto xhobat, edhe xhobat deri në 500 euro duhet me shku në gjykatë. Nuk mundën xhobat domethënë deri 700 euro ta shqiptoj inspektorit i marr parët aty. Realisht nëse më lejohet zotëri Ibrahimi, unë konsideroj që forcimi i mekanizmave në kuptim të zbatimit të legislacionit ose ligjit për procedurën e përgjithshme administrative është i nevojshëm. Patjetër. E kemi një ligj procedurës përgjithshme administrative i cili është shumë i shtimir. Po apo zbatohet në praktik, sot duhet, unë konsideroj që nuk është të zbatuar sot duhet. Prandaj konsideroni që mund të jetë edhe i nevojshëm një mekanizëm. Po, këtu Slovenia, mandati inspektoriatit administrativ që e ka modelin Slovenia, e ka pikërisht këto, mbikëqyrja e zbatimit të legislacionit për procedurën e përgjithshme administrative. Dhe çfarë nënkupton? Nënkupton që duhet të shqyrtohet korrektësia e zhvillimit procedurës në harmoni me ligjin fuqi. Çato ja tash, po do. Zoti Zëmberiu s'po pajtoni po. Jo, në asnjë mënyrë. Po janë bërë këto forma të monitorimit për vetë faktin se qeveria Kurti na ka pas lodhën të thonë përpara se do t'i fuzionoj i ministrit, do t'i eliminoj agjencionet dhe kjo tani që po duhet, po mëtojnë të ndërtojnë këtë lloj inspektorati, si ta quajmë. Kjo krijon një shpenzim të madh buxhetor. Nuk është pa shpenzim. Po nështë nëse është i nevojshëm edhe efikas, jo, nuk ka buxhet. Po jo, se s'është i nevojshëm as nuk ka efikasitetin e vajsh negativ që ka me pas. Do institucione tjera. Jo, veç që ka me pas, efekti ka me qenë negativ, total negativ, sepse unë e thash edhe mbrapa dhe thamë, me diktat nuk ka rezultat. As në familje nuk arrihet. Këta kanë provu ata njerëz që kanë ushtru dhunë. Kjo dhunë psikologjike që mos e po zot më ndërtu këty sistemi në administratën tonë, sepse bi bazën e dhunës psikologjike, se cili prej neve edhe më ullë me ba një vendim, kemi me ba plot gabimi nga se friga se po vjen, friga se po kontrolon, friga se po rrezikon vend në punës, dhe nuk është çështja e vullnetit të brendshëm që i lën profesionistët, sepse ne nuk jemi tani më amator në administratë. Ka ndërtuar administrata e shtetit kuadra të mjaftueshme dhe të ndershme. Nuk bën të kapemi nëse ka një rast negativ.
dikun dhe ta morin shembull në tërë administratën e shtetit. Dhe këta si duket po kapën për diçka që u kanë një rast. Ka ndodhë një rast, sikur Zoja Mram që e tha, jo po ka ndodhë për shembull rasti me një vend një vull. Dhe tash, po desh ka një agencion se ko ka gjetë një vull që s'ko ka ndru dhe një agencion me kriju një sistem. Ky agencion do duhej me pas minimum 40, 50, 60 personat punësu, me paga kogja të majme, me një udhëheqme, me një infrastrukturë për cilë se që ne presim si shërbyer civil të na përmirësohen kushtet në vendet e punës për faktin se pikrisht është, nuk muj me kalu këto pa e thonë se një pjesë e madhe e shërbyesve civil janë me paga prej 360 euro në muaj. 360 euro në muaj morin. Aq sa i morin lakmi ndihmave sociale tash kur qeveria po i bën pagesat e dyfishta. Lutem, vetëm kjo qëndron. Kemi zyrtar të gjendjes civile, shërbimi pasaportave, letër njoftimeve, inspektoratëve, shërbimi zjarfiksave dhe shumë shërbime tjera, punëtor social që punojnë teren, s'kanë rrezikshmërisë që u paguhet, shkojnë në kushte ekstreme të rënda, pa vetura, ecin kamb rrugës, nuk ju paguhet kujdesaria, nuk ju paguhet rrezikshmëria dhe tash po gjejnë luksin të ndërtojnë inspektorate edhe në ato kushte të na monitorojnë. Po nuk shkon kështu sepse nuk është kjo demokracia, që ne kemi menduar dhe për cilën kemi punuar. Dhe vërtet kemi dhënë kontribut. Në duhet na njihen meritat, jo në këtë formë të na cenohet dinjiteti, në vend se të na njihen meritat e punës. Zoti Ibrahimi? Po është shumë e rëndësishme të theksohet që sinqerisht nëse ky projekt ligj miratohet nga qeveria, neve si asociacion do të avokojmë, do të lobojmë në Parlamentin e Republikës Kosovës, do të elaborojmë në detaje gjitha shqetësimet, po çka është me rëndësi është që qeveria duhet të jetë më bashkëpunuese me hisedar të ndryshëm, në këtë rast Asociacioni Komunave të Kosovës edhe kryetarët e komunave në çdo rast i kanë ofruar partneritet qeverisë, në mënyrë që projekt ligjet apo ligjet e ndryshme të kenë zbatueshmëri më të lehtë. Po jemi dëshmitar të kohës që brenda një viti po kemi mbi 70-80% të ligjeve të ndryshme që po duhet mu amandamentu, për shkak që nuk po zbatohen në terren. Për këtë arsye neve po besojmë që me involvimin edhe të komunave, po edhe të hisedarëve tjerë do të kemi disa ligje më të mira të cilat mund të zbatohen. Neve përsëri po e riteksojmë që është shumë e rëndësi fuqizimi i institucioneve të cilat i kemi. Nuk kemi nevojë me shku me një shkop të zyrtar publik, ti hulumtojmë, ti gjurmojmë, ti incizojmë. Kjo kohë po mendoj që ka kaluar. Në takimin të cilin e kemi pas në Asociacion të Komunave të Kosovës ka pas cilësime të ndryshme sa i përket kur i kanë lexuar këto dispozita. Këtë nenin e famshëm për kompetencat e një inspektori, pastaj procedura ankimimit, çaj institucioni i cili ta shqipton gjobën, ta ai me shku mua anku, edhe ta bën komisionin puro politik. Do të thonë është një proces puro politik. Neve besojmë që ky ligj nuk do të kalojë në fazën e hashme. Gjitha këto parime të cilat mendojnë që janë ndaj sektorit publik nuk mund të ushtrohen ndaj zyrtarëve publik, sepse zyrtarët publik janë me integritet. Kur është hap konkursi, si viti kanë dërguar, janë pak njerëz që kanë një farë integriteti, më të ndryshe pak. Për këtë arsye, po besojmë që zyrtarët publik nuk e meritojnë një trajtim të tillë. Duhet jemi të vëmendshëm se nëse synojmë Bashkimin Evropian, duhet i adaptojmë gjithë legjislacionin ton me aki komunitet të Evropës. Ne nuk mund të shkojmë me kësi projekt ligje në Evropë, me kësi cenzura, me kësi diktati, me këto metodat të cilat neve kemi përjetuar një gjeneratë si që ka qenë e imja dhe besojmë që nuk do ndodhin në një shtet demokratik. Ne e dim që demokracia është procedurë. Neve kemi shumë procedura, kemi shumë ligje, mi po duhet ulemi së bashku ti shikojmë nëse ka nevojë për amandamentim apo ti fuzionojmë disa ligje në mënyrë që t'ja lehtësojmë jetën qytetarit. Para mendoni jo zyrtari publik në mëngjes me shku, nuk e din, a mund t'i hyjë një inspektor pas orarit punës. Tash pas orarit punës unë për veti, edhe pse nuk jam zyrtar publik, unë mbylli derën e zyrës. Po ne, se tash këto thot ai mundet me pas qasje edhe pas orarit punës. Qysh e ka paramenduar ai pas orarit punës, do të thonë dera nëse është e mbyllur, qysh mundet me hyjë ai inspektor?
Do të me ty herën. Ashtë aty shkruan që edhe dëmet. Të shojmë a kemi pyetje prej publikut, sepse jemi drejt fundit të emisionit. Prezentone. Jam Vanessa Hoxha, kam dy pyetje në fakt. Sa e cënon sigurinë juridike të administratës shtetërore ky projekt ligj dhe a ndërhyn në pavarësinë e institucioneve? Faleminderit. Faleminderit. Ku që drejtove pyetjen? Po besoj për sindikatën edhe për këshillin. Këshillin do të la mas pari. Na shpesh të ankesat i drejtohemi këtyne. Ashta nuk pajtohuni krejt. Po në ceka dhe ma herët që ky projekt ligj me këtu kompetenca dhe më thonë ndërhyn në kompetencat e këshillit të pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil. Dhe na jemi organi pavarur në kodër kuvendit, ku mandatin kryesor e kemi, thash edhe ma herët, mbikëqyrjen e zbatimit të rregullave dhe parimeve të shërbimit civil. Dhe normal që ky projekt ligj e cënon në farë mënyrë pavarësinë e këshillit pavarur mbikëqyrës. Kur është pyetje cënimi ose i sigurisë juridike, unë dhash edhe shembullin më herët se nuk kemi nevojë të krijojmë mekanizma me kompetenca të tilla. Unë gjithmonë po fokusoj kompetencat të cilat ndërlidhen me organin ton, Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës. Nuk kemi nevojë të krijojmë mekanizma me kompetenca të njëjta, sepse këtu tani siguria juridike vjen pikpyetje. Ku me shkue një ankus, një person që konsiderat që ju kanë cenu të drejtat, a shkot të inspektori administrativ, a shkot të Këshilli Pavarur Mbikëqyrës. Realisht, unë e konsideroj që si pas këtij projekt ligji, që është aktual, nuk po dikon që në punësit civil mund të ndërprejet marrëdhënia punës nga inspektori. Mirë po, inspektori e ka të drejtë me inicu procedurë disiplinore nëse hasë që gjatë procedurës, gjatë inspektimit ka pas shkelje ligjore. Pra, inspektori si pas këtij projekt ligje ka mandatën deri aty sa që të inicoj procedurë disiplinore dhe jo matutje ndërprerje. Mirë po, a krijon konfuzion, se në kum dëgju edhe shumë në punës civil, ku thojnë që ky inspektoriat mund t'ja ndërprerë marrëdhënien e punës në punësit civil. Jo, në punësit civil janë ndërprerë marrëdhënien e punës vetëm komisioni disiplinor për shkelje disiplinore dhe udhëheqësi më i lartë administrativ kur plotësohen kushtet ligjore. Ku janë shembull e kemi nëse dënohet me aktgjykim të formës të prerë 3 muaj me larg. Kështu që konfuzion zbatim krijon ky projekt ligj. Zoti Marseli, plotësisht këto që tha dhe kryetari i Këshillit qëndron ajo për faktin se krijohet mirë një dualizëm me dhamulli, kujna. Unë po t'i shakon në pala në kusin, këtë rast mas letim kisha me shku të inspektori, sepse inspektori ajnë procedurë në ditës i zgjidh këtë çështje se është taj supermeni i delegum nga ona ministrit, i cili banë zgjidhjet, sepse po të shkohet për mes Këshillit, është rregullat e caktuar, sistemi ankimor dhe do të prit vendimin, sepse është një trup e njerëzve të profesionist që e shqyrtojnë çështjen dhe bin vendimin. Derisa ai zotënia bas ligjit që ka më kanë nesër inspektor, ai e ka kompetencën e të policit, e të hetuesit prokurorit, e të gjykatësit sepse edhe gjykan dhe në fundit edhe ta ndërpret marrëdhënien thotë tash nuk ki me shku në zyre për një kohë të caktuar sepse kështu e mendon ai. Nuk ka në sistem gjyqësorit gjykim, spaku edhe gjykatësat themelore kanë edhe 1-2 porat për afërsht që japin mendimet e tyre dhe ndihmojnë për me pru një vendim përmbajtësor. Këtu thjesht dashta të ndërlidhen me atë që thash, ndoshta kene pyetje, po kjo është esenciale të thuhet. Po ndoket që arroganca e numrave po i shtyn me mendu se çka të nënteket na aprovojnë. Vërtet e aprovojnë. Sepse i ka numrat mirë, po çka po bjen? Sa është e dobishme ajo për shoqërinë dhe për administratën. Premtimet që i kanë dhënë, një prej tyre është me administratën shtetërore. Tash është që ky pse thanë një herë e mirë, nëse bamë pse thanë një herë e mirë administrata tash e keqe. Pse koka e keqe, pse po desh ka këtë zullum? Kjo në gjuhën popullore kjo është zullum. Me shtrue shërbimësve civil, përderisa në qeverinë Kurti 1 u pa që është administrata më e mirë.
Hajde të ndërhyjmë dikun tjetër, se kësaj Te çështja e ndërprerjes punës, më duhet është neni 37.2. Inspektori mund të ndërpres punën e subjektit të inspektuar apo të zyrtarit përgjes në subjektin e inspektuar. edhe zyrtarin edhe Çka i bën kjo? E ceka dhe ma heret shumë kush e ka kuptuar këtë dispozit që ka të drejtë me ndërprej mbaron e punës. Tash edhe ma herët. Këtu kemi të bojmë me disa dispozita që për mendimin tim janë marrë prej inspektorateve tjera që fush veprime kanë sektorin privat. Apo shkruan çështë? Po shkruan ta ndërpres punën që e bie ta ndërpres përkohësisht nëse ka shkelje ligjore, vren shkelje ligjore gjatë inspektimit. Mirë po, nuk në kupton ta ndërpres marrëdhënien e punës. Po çështu po shkruan. Sipas këtij projekt ligji. Ata lexoj edhe ne. Inspektori mund të ndërpres punën e subjektit inspektuar para mendosh shkon në inspekcion policin. Me ja ndërprej punën policisë, institucionin me mbyll. A e kuptoni këto? Çështu pi bën kjo farpuna, i bën çështu. Absolutisht. Me ndërprej punën, që për mendimin tam sektorin publik nuk ka logjik me ndërprej punën. Po apo shkruan çështu? Po, çështu po shkruan. Po s'po shkruan përkohësisht. Pret veç pak morsel. Lutem, po lutem morsel mos mos e mendosh ka dosh me thon ligjvendësi, çka ka shkruar ligjvendësi. Jo, unë po. Inspektori mund të ndërpres punën e subjektit të inspektuar. Policinë ka kompetencë sipas këtij projekt ligji me inspektuin çaj. Shkon me bez ta mshelin policinë. A ka logjik kjo? Është IPK-ja. Edhe veç edhe pak. Edhe zyrtarit përgjes në subjekt. Apo ja ndërprejnë punën. Çush ka ato tjetra? Thot, brenda 6 muaje. Brenda 6 muaje duhet me bë rregulloren për procedurat e ndërprerjes së punës. Përveç asaj, përveç që ka kompetencë po edhe një rregullore tjetër. Ku në cilin shtet mund të shme gjetë një institucion i cili e mbyll institucionin publik. Ku në cilin shtet demokratik mund të shme bë këtë farë pune. Ku në çfarë shteti mund të shme shku ti janë procedura që shqetëset njerën për punës. Nuk mund është në mënyrë arbitrare me shumë janë ndërprej një zyrtari publik. Kështu po shkruan zotri Koca. Unë po them edhe të çashtin se sumet me besu, sinqerisht më them bas përvojës tonë. Thot ndryshe shkruan ndryshe. Nëse shkruan këtu ndryshe ashtu shpëtu ti, unë plotësisht besoj. Po këtu e zeza në bar po thot që inspektori mund të ndërpres punën e subjektit të inspektuar. Policin ta inspekton ta mbyllë policin. A është policia në fush veprim të këtij projekt ligji po. Pse ekziston inspektorati policor i Kosovës? Inspektoratin për mbyll se për mbyll, po dhe policin po ta mbyll, sipas këtij ligji. Dëgja për hir të korrekcisë, unë kur e thash nuk mund ta ndërpres marrëdhënien e punës, e thash në kuptim dispozitat të ligjit për zyrtarët publik. Unë dispozitat e ligjit për zyrtarët publik parashojnë që ndërprerja e marrëdhënies punës mund të bëhet vetëm nga komisioni disiplinor. Në rastin konkret, unë e kam pa si dispozitë të tillë që nuk kupton ndërprerje e punës, nëse ka shkelje ligjore gjatë inspektimit, po nuk në kupton ndërprerje e marrëdhënies punës. Ashtu në kam pa këtë dispozitë. Megjithëse në tash fillim ka paqartësi të mëdha në hartim të vogël. Shumë është e qartë përbes. Nëse diku është një njeri me 4 vjetë shkollë pa nënçmime këto, nëse e lexon, inspektori mund të ndërpres punën e subjektit të inspektuar apo të zyrtarit përgjes në subjektin e inspektuar që ushtron veprimtari në kundërshtim me legislacionin. Unë në parim nuk po pajtojnë atë që edhe mi ndërprej punën. Po nuk ka mundësi se ekzistojnë mekanizma tjerë. Ekzistojnë procedura, demokracia është procedurë të duheshme përfill procedura. Cilat mund me ndërprej marrëdhënia punës zyrtare. Deri në 6 muaj. Gjykata kushtetuese te juaj nuk e humb marrëdhënien e punës. So antar, 3 antar. Apo 3 antar. Po shka shkele vetë procedurave. Demokracinë e ki procedurë, po s'është në rregull kjo punë të lutem. Këta unë po pajtona plotësisht që i kanë marrë parimet, nuk i kanë marrë parimet për Slovenisë, i kanë marrë parimet për ligjit për procedura inspektuese, ku e kanë marrë copy-paste, qyshe inspekton ti një objekt të ndërtu, a kanë pajisje punëtor, a kanë kështu ato veshjet që janë për mbrojtje, për siguri,
ti shkon, unë i di që inspektori nëse s'ka e shet që punishte, nuk ka kushte, e ka drejtën atë. Po shkojmë drejt 5 minutave të fundit, zoti Ibrahimi, një qëndrim krejt fundit, çka do të ishte zgjidhja përveç asaj që ju në mënyrë eksplicite kërkoni që qeveria Kurti mos të vazhdoj tutje me këtë ide, pra me këtë projekt ligj. Nëse ky projekt ligj do të vazhdonte, çka për brenda tij do duhet që të rregullojë që mos ta ketë këtë synim çfarë ju po e prezantoni? Partneriteti në këtë rast me komunat, gjithmonë për kërkojmë transparencën në hartimin e këtyre projekt ligjave që prekin kompetenca drejt për drejt në nivelin lokal. Po flas për nivelin lokal. Pse për këtë projekt ligj neve po shpresojmë dhe duam të besojmë që duhet të ndërpritet. Ka shkelje serioze në kartën evropiane mbi veçërisë lokale, nëse zbatohet ky projekt ligj. Ka ndërhyrje direkt në autonominë lokale. Neve kemi proceduar, siç ata thatë më herët, te institucioni avokatit popullit, domethënë e ka shqyrtuar edhe e ka marrë si të përgjithshme ankesën tonë. Na po besojmë që nuk do të arrihet në atë nivel që dikush me dërguar te gjykata kushtetuese, sepse parimet që janë këtu nuk ka mundësi, nuk lën hapësirë për amandamentim këtij projekti ligji. Duhet neve kemi sugjerimin mund të prej procedurat e më të tjeshme dhe fuqizimi institucioneve demokratike të cilat janë bërë në Republikën e Kosovës, është bërë investim marramens me parët e taksa paguesve tonë, po edhe donatorëve të ndryshëm, cilët kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë në ndërtimin e kapaciteteve të zyrtarëve që kemi. Janë procedurat, nëse do me shkarku një zyrtar publik, shkoni i respekton procedurat, e kemi këshillin e pavarur, i këshyra janë mirë, as janë mirë, edhe hecë më të tjerë. Kanë qenë shumë të kënaqur, prandaj edhe i kanë shkarkuar, edhe pse u pa që shkarkimi i tyre nuk ka qenë antikushtetues. Në pajtim me kushtetutën, prandaj edhe janë kthyer. Zoti Koca, ju çka shihni që mund të rregullohet në kuadër të këtij ligji, nëse veç ka më shku përpara? Ky ligj realisht edhe për neve analiza e këtij projekt ligji ka qenë e vështirë për shkak se nuk e ka një koncept dokument. Si që pom disa deklarime të zyrtarëve, ata thanë që kanë qenë konceptet shumë ma herët, por që tani është bo pak si për kutë edhe nuk ka koncept. Po flas si projekt ligj në parim sa është në rregull që nësë pas një koncept fare. Nuk ka koncept dokument edhe ka qenë edhe vështërësie me nxjerr kuptimin e plot tyre dispozitave ligjore. Në fakt, ky projekt ligj, qysh është kështu, unë e konsideroj që duhet ndryshime, sidomos të kompetencat e inspektoriatit si organ dhe kompetencat e inspektorëve si persona që ushtrojnë mandatin e këtij organi. Sepse këto kompetenca ndërhyjnë në kompetencat e disa organeve tjera, në rastin konkret edhe në kompetencat dhe funksionet e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil. Unë konsideroj se ka nevojë të ngriten ose të fuqizohen mekanizmat ekzistus të kontrollit, mirë po, nëse veç është vendos të krijohet një inspektorat administrativ, unë konsideroj që ai inspektorat administrativ ta ketë funksionin vetëm çështjen e mbikëqyrjes zbatimit të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative dhe ligjit për punën e zyre. Sepse këtu kemi rast të shembull ligji për procedurën e përgjithshme administrative i ka disa parime të cilat e mbrojnë palën. Shembull e kemi parimin e administratës të hapur, ku pala çdo kohë ka të drejtë të kërkoj i marr informacione në administratë ku është lënda tina dhe të informohet dhe çose në dosjen e tina. As ka nevojë të kontrollohet organi në kuptim procedurës apo informohet pola. Do të rregullojë kjo në kuadër të mekanizmave ekzistues që mos ta kemi. Unë konsideroj që ka mekanizma ekzistues, shembull e kemi udhëhec të drejtë për drejtë në çdo njësie. Edhe këta janë mekanizma që mbikëqyrin punën. Mirë, po nëse veç është vendosur të ketë një inspektoriat, atëherë ky fushveprim do të ishte i tina. Vetëm ligji procedurës përgjithshme administrative dhe ligji për administrimin e punës zyre. I cili është krejt procedurë. Zoti Zymberi, çka sipas juve do duhet që të rregullohej në këtë projekt ligj nëse veç qeveria vendos që ta çojë përpara? Qeveria do duhet të jetë bashkëpunuese me sindikatën. Çe po bashkëpunon me juve? Çka atëherë me ndresh pranë këtij projekti? S'ka bashkëpunuar hiç, do të më thonë që hiç e ka anulu dialogun social. Disa herë thatë edhe. Dhe kjo dhe ky ligj, unë du të me thonë ma drejt, sepse qështu qëndron. Nuk do të fare me anë shpreje ky projekt ligj, as mu shqyrtu, ku vendit të lodhet pak me punë tjera që janë më të rëndësishme. E thash më herët, ligji për zyrtarët publik është antikushtetues.
Ky ligj ende nuk është morë më shqyrtuar nga ana e Kuvendit Kosovës dhe mu përmirësue. Ka ligje tjera që do të duhej mi funksionalizu dhe të këto institucionet cilave ju ka besu mandati udhëheqësve të caktuar, të jipet besimi dhe të kryjnë punën e vetë, të shtohet thjesht bashkëpunimi edhe me zyrtarët, jo vetëm të kërkohet llogaridhënie për pa e plotësuar dhe kushtet fare ndaj neve, atëherë nuk ka nevojë për kësaj lloj sisteme të kontrollit që na çojnë me mendu se jemi palin çfarë sistemi tjetër. Dhe une shpresoj që ka me kuptue mbas gjithë këtyre analizave që po i banë këtij ligji, kryeministri Kurti ka me kuptue që nuk është interesu me bën një dëm të madh shërbimit civil, që është një shërbim shumë profesional. Unë them të merret me përmirësimin e kushteve tona, ngritjen e thjesht kapaciteteve, jemi për me ngrit dhe me dhënë rezultatet edhe më të mira, por që jo të nënshtrohemi tutorisë individëve të caktuar, cilëve edhe ndoshta s'javë kemi besën. Faleminderit zoti Xhymberi, faleminderit zoti Koca, faleminderit zoti Ibrahimi, faleminderit edhe juristëve dhe studentëve. Shikues nderuar, kaq kishim kohë për këtë emision, për debatuar për projekt ligjin për inspektimin administrativ. Ne do të shohim se si do të rrjedhin tutje gjërat në këtë drejtim dhe do të zhvillojmë edhe debate të tjera për t'ju mbajtur të informuar se si do të rregullohet kjo çështje nëse veç ky ligj do të merr tutje rrugtimin e vet. Deri në emisionin e radhës nga unë Beti Musliu, mirëmbëjtje.